Mbarova edhe me dhuratën e ditëlindjes së Armandos, I mora edhe Xhesi diçka të vogël, ka ardhur në Gjermani edhe nesër festojmë ditëlindjen e Armandos. Gjithkohës jemi me xhirime me kamera ndezur, sepse kjo është gjë që më pëlqen më shumë të bëj në këtë periudhë të jetës time. Faleminderit shumë që keni klikuar këtë video dhe mirë se keni ardhur në një video vlog të ri. Unë quhem Paula edhe kjo është gjendja ime e lodhur e raskapitur sepse dje jam kthyer nga Shqipëria edhe as nuk jam shplodhur. Sot në mëngjes u ngrita prap herët, se shkova dhe bleva dhuratën e ditëlindjes së Armandos, siç ua tregova. Në Shqipëri kanë fjet çdo natë me nga 4-5 orë gjumë edhe nuk jam gopur një ditë me gjumë. Mos mjafton të kjo, sot jam direkt në punë. Nisa vlogun sot sepse nuk dua të mungoj asnjë ditë. Kemi shumë gjëra për të bërë. Shumë gjëra të bukura. Por si fillim do ta nisim me një haul cute, super cute, që kam marrë nga Temu, por që I kam marrë për tek shtëpia në Tiranë kur të shkojmë në shtator, tetor, domethënë që të shpërngulemi tek shtëpia. Shumë cute që kam marrë është një tapet I vogël për ta vendosur tek pjesa e tualetit përjashta. Kështu, shumë e bukur, më pëlqen në këtë formën e diellit. Po të një luleje. Nesër të hënë, të martë këto ditë deri te njëjtën, duhet edhe të paketoj disa gjëra sepse do vi dashurim në Gjermani, sepse do marr një makinë. Edhe më pas do kthehet me makinë në Shqipëri, edhe dua që shumë gjëra t'i nis me të, si sa me Armandon dhe doli super perfekt kjo ardhja në Gjermani. Kjo është një varse ose varse është që vendose këtë pjesa e banakut dhe këtu mund të varësh gotat, duke qenë se tek foleja ku unë kam shumë dëshirë dhe 90% janë gjërat e mbyllura. Atje është vend shumë I vogël për një person dhe doja që të kisha disa organizues, disa gjëra të mira që të mundem t'i organizoj bukur, të kem sa më shumë vend për të vendosur gjërat e mia. Edhe kjo këtu është diçka e ngjashme me të, por kjo është më shumë për të vendosur pjesën e letrave, pecetave të duarve të kuzhinës. Diçka druri që është për të vendosur libra, gjëra të tilla domethënë, ose dhe pjata, varet si do ta organizosh. Dhe unë e mora këtë, nuk e di nëse do ta mbaj tek pjesa e kuzhinës apo nëse do ta mbaj tek pjesa e tavolinës së studimit, por do shohim, kismet, të jemi mirë, së bashku do t'i bëjmë të gjitha dhe këto gjëra. Një varse tjetër që kjo është më shumë për tek tualeti, edhe për t'i pasur pak më të organizuara, sado që tualetet atje kanë varse për peshqira, thash një më shumë nuk është se nuk duhet, kështu që po e marr. Kjo është për të vendosur pjesën e sfungjerit dhe ferit tek kuzhina. Do pres njerëzit unë tek shtëpia ime, edhe do pim në një Aperol Spritz, në një vodka Red Bull, në një gjë cute, qoftë edhe një cola. Edhe me akuj do t'i vendosim te kjo e zemrës, është plastike, e vendosim në ngrirje dhe ngjan shumë bukur edhe te gota. Gjë shumë e rëndësishme, po që është tepër e rëndësishme për të gjitha ne, jo vetëm për mua. Është kjo këtu që e kam marrë dhe një tjetër tek Temu, që e kam te kuzhina këtu në Gjermani. Është kjo për të prerë qep çdo lloj gjëje. Nuk të digjen fare syt, nuk shan fare nga qepa, e bën këtu dhe e grin super perfekt dhe mos gaboj unë këtu e kam marrë shumë lirë. Kjo është një sticker për të varur një lule me shumë mundësi në kokën time. E ngjit tek pjesa e kuzhinës sipër, edhe këtu mund të varësh një lule që është me ato litarët e vet që ngjan bukur. Tani, në kokën time ajo pjesa atje do dalë super gjë e bukur, por kur të vem atje nga afër dhe ta shohim dhe se si do shkojnë gjërat, disa gjethe artificiale. Nuk e di, të tëra I kam menduar për në kuzhinë. Si do bëhet ajo kuzhina, nuk ja kam iden. Megjithatë këto gjethet shkojnë shumë bukur edhe në tualet, edhe kudo. Kam marrë disa ngjice, nuk I kam përdorur ndonjëherë këto, nga Temu që janë për t'i vendosur tek pjesa e kornizave, në mënyrë që mos të shposh me gosht edhe vendos këto. Tani, unë këtu I kam marrë për kornizat të vogla, nuk po mendoj kornizat të mëdha, se normalisht ngjitës është, nuk besoj se mban shumë si ngjitës,
por do ta provojmë, do ta shohim, nëse funksionojnë do jetë perfekt fare. Këto janë shumë të bukura, këto janë 3 piktura, ta themi, që mund t'i vendosim tek panoramat, sepse një ditë do merremi, do t'i ndryshojmë të gjitha këto panoramat që un kam këtu në Gjermani, sepse dua t'i ndryshoj edhe të ikim me një vibe komplet tjetër, me një energji komplet tjetër më të bukur, më të mirë në Shqipëri. Po ua tregoj tani me radhë, ti shikoni sa të bukura që janë. Sa të bukur i kam zgjedhur. Dhe këtë e kam menduar për te kuzhina, sepse mendova një kënd të vogël, cute, për ta bërë për pjesën e kafes, cappuccinos, gjëra të tilla, edhe do ngjaj shumë bukur me pjesën e kafes, sheqerit, do t'i sistemojmë atje. Por që kjo është e para. E dyta është kjo, me lulen edhe një vazo, shumë stil bohemian, por që nuk e kam akoma një ide të qartë fix se ku do ta vendos, sepse nuk e kam parë ende akoma shtëpinë apo dhomën që unë do marr, kështu që në qershor kur të shkoj, do ta krijoj idenë më të qartë dhe do i kem planet në kokën time më clear aty para syve të mi. Tani do bëjmë edhe tualetin bukur. A kjo është shumë e thjeshtë, po shumë e bukur. Shikojeni pak sa nice për ta vendosur tek pjesa e tualetit, shumë estetike, shumë e thjeshtë, më pëlqen tepër. E fundit, por që mos ta hap paketimin, ju e shikoni edhe tek fotoja, është kjo këtu që është për të vendosur këpucët, edhe e kam marrë në ngjyrën pink. Gjitha këto janë direkt për paketim, edhe dua t'i sistemoj mirë edhe bukur, t'i fus në për kartona shumë gjëra që prishen dhe t'i nisim për në Shqipëri që tani, që tani. Shqipëri bëra edhe thonjkat, sepse nuk ua kam treguar këtë në YouTube, i kam bërë thjesht me gel, këtë pinkun super të pastër, dhe kam filluar më pëlqejnë shumë thonjë të shkurtër, të pastër, ngjan shumë vajzë pastër, por doja t'i kisha edhe pak më të gjatë, po thonjtë mi ishin goxha të shkurtë dhe të dëmtuar, duke qenë se punoj në kuzhinë dhe shumë herë laj edhe edhe prishet shumë shpejt thoj im, kështu që i bëra kështu, edhe në qershor kur të shkoj përsëri do t'i kem më të gjata dhe do bëj thonjën tim pak më të gjatë, por gjithmonë thonjë të pastër, ndonjë french, gjëra të tilla. Nëse më shikoni me thonjë të gjatë, dini që më kanë detyruar. Një blerje që e kam bërë nxitim këto ditë para se të shkoja në Shqipëri, por nuk ua kam treguar, janë këto këpucët nga Zara, që janë shumë imitimi Loropianove në fakt, por që nuk janë të tilla, janë shumë të bukura për tani në pranverë, në verë, edhe me këtë pjesën e kashtës tu e bëjnë shumë të bukur. I kam veshur sot që dola edhe më pëlqenin shumë, ishin shumë të rehatshme. Unë i kam marrë te Tiki Max, nuk kam ndonjë kod që t'ua lë nëse i gjeni në website, dhe i kam gjetur aty, shumë të bukura, edhe më pëlqejnë vërtet. Këto kombinohen me fustane, me xhinse, si të gjata, si të shkurtra, si kostume lino, janë perfekt. Çmimi, vetëm 9,99 €, super lirë. Kohën e kemi fantastike fare, ka 22 gradë edhe na ka kënaq ky dielli, se dje kur erdha u depresionova, seriozisht. Ishte shumë ftohtë gjithë me xhupa. Të kalojnë edhe pak kohë, do merremi dhe me shopping për gjërat që na duhen për degën time, për art design, që brenda ka graphic design, interior design, fashion design, do me thënë thjesht edhe ju duke e dëgjuar, e kuptoni shumë mirë që unë jam shumë kjo bota e kësaj degës fix, edhe dua që shumë gjëra që do më duhen për projekte, për gjëra të tilla, ti marrësh këtej nga Gjermania, sepse ka edhe gjëra më të bukura, po janë edhe më të lira. Kështu që një ditë do dalim për shopping vetëm për këtë gjë.
Nuk e di pse do thëra mirë se keni ardhur në kanalin tim, sepse në fakt kam ja 4-5 ditë pa xhiruar fare nga skenat e fundit. 5 ditë janë shumë, po 2 ditë nuk kam xhiruar fare. Jo se nuk kam pas çfarë të tregoj, apo nuk kam qenë mirë, kam qenë shumë mirë. Kemi qenë në shtëpi me Xhesin, me Armando, domethënë të dashurën e vllajt. Kemi dalë, kemi shëtitur në qytet, kemi luajtur volejboll në liçen. Do me thënë e kam kaluar ditën kështu, po pa presionin që duhet të xhiroj për kamera, duke që se Xhesi vjen rralle për mall në Gjermani, edhe thash po e shikojmë kështu natyrshëm. Ju i pa dhuratat që unë i bëra si Armandos për ditëlindje dhe diçka të vogël Xhesit. Vilesi i dhash dhe një palë rroba banje nga një bashkëpunim që i kisha marrë më përpara nga Samuel, mos gaboj, një palë të verdha. Kanë shumë kohë, ishin shumë të bukura dhe ato, edhe ja dhash me qenë se i pëlqeu, dhe në fakt Xhesi ka ikur par dje, dhe dje unë isha nga Anja, kemi ndënjur atje, kemi pirë Golden Eagle, muhabet e gocash, edhe më pas dolëm edhe për shopping, që kam blerë disa gjëra. Më duheshin, nuk më duheshin, kam si këto, nuk kam si këto, prandaj i kam marrë, plus tani që vjen dhe qershori, këtej fillojnë uljet, edhe është stina ime preferuar, ose mua imi preferuar, që fillojnë uljet dhe mund të blejmë çdo gjë që kemi nevojë, sepse ka ullje dhe këtej bëhen ullje, goxha ullje, jo pak. Do me thënë të Tiki Max, nga që dalin veshje edhe roba nga Zara, edhe gjëra të tjera, Bershka, edhe firma të tjera, duke qenë se kanë ardhur aty dhe janë koleksioni vjetër, janë me çmim të ulët. Por, tani që janë edhe uljet e sezonit, bëjnë akoma më shumë ullje, edhe fantastike. Unë do ua tregoj, në fakt, u kam hequr etiketa se po i bëja gati për t'i fut në lavatriçe, por do ua tregoj që ti kuptoni se duhet i marrë te kosh etiketa, thjesht më shumë për t'ua treguar se sa liri ka marrë. Në fakt, dita sot ka nisur qysh herët në mëngjes, unë isha edhe në punë, tani po organizoj edhe një, po organizoj. Po flisja me Sonilin që të dilnim për një kafe, se jemi bërë për mall edhe me Sonilin, duke qenë se ka pas mamin dhe motrën këtu në Gjermani, edhe nuk e kam takuar as për t'i dhënë dhuratën e ditëlindjes. Domethënë kemi dalë natën para të ditëlindjes, që kemi ujë dhe kemi pirë diçka, po nuk e kam takuar më dhe dua t'i jap dhuratën e ditëlindjes që e kam paketuar bukur. I kam marrë një çantë kashte të vogël tek HM-ja, që është yll për në verë, për në pranverë, me set e lino, qoftë dhe për në plazh, dhe gjithashtu i kam marrë edhe një byrzëlyk dore, shumë të bukur, edhe ai ishte në formën e zemrës. Nuk i kam fotot, po nëse dal pastaj me Sonilën edhe i hap dhuratën aty te lokali, do ua tregoj edhe juve. Dhe po, prandaj, po ju thoja që dita ime ka nisur sot herët, isha dhe në punë, erdha bëra dush, e xhirova dhe një reel për një bashkëpunim nga me Red Velvet. Shko, nuk i pres to, se unë lodhem shumë t'i pres to gjëra kur editoj, kështu që më merret ndonjëherë goja, jo se nuk ndodh, nuk është e thjesht të flasësh me një kamera. Edhe bëra dhe një reel për Red Velvet, do me thëmë për bashkëpunimin ton, që e kam postuar në Instagram, të shkoni t'i hidhni një sy se Red Velvet ka vërtet goxha rroba shumë të mira, është një faqe online me veshje të mira, është faqe serioze, se e dim shumë mirë se sa e vështirë është të gjesh në Shqipëri dyqane serioze online. Do t'ju tregoj tani se çfarë kam marrë tek Tiki Max. I kam marrë të gjitha atje. Këto faktikisht janë 2 dhurata. Kjo majtas është një këmish për babin e të dashurit tim, edhe kjo djathtas është një fustan për mamin e të dashurit tim. Edhe kam bler edhe këto gjërat për t'i paketuar bukur. Fundin edhe këtë korsen e kam marrë që janë nga Bershka të dyja. Ky fundi më pëlqen shumë, shkoni pak sa të bukur që e ka copën, ka këto si lule, gjethe, detajet shumë të bukura. Këtë pjesën këtu dhe të çarën, mendoj që për në verë, në darkë është shumë e bukur, edhe nuk ri egzageruar, se edhe unë u tromba pak nga kjo e çara, dhe kur e provova rinte shumë mirë, kurse kjo korseja është disi ndryshe, vesh këmishën për shembull, vesh dhe këtë dhe të mbledh belin, e të tregon trupin shumë bukur. Kam marrë po prap një shami, kjo nuk është nga Bershka, ishte një firmë, nuk e di. Ka këto detajet kështu shumë e thjesht, po mua më pëlqeu shumë se kombinohet thujse me çdo gjë, që lidhet tek koka, tek beli, tani ka dalë në modë, kështu që na duhesh. Këto ka kushtuar 6,99, 3,99, domethënë 3,99 €, dhe kjo 4,99 €. Një fustan shumë i veçantë, ky është i Zarës, mos gaboj, po thot masa më, unë masa më i marr, po ky më rrinte goxha i madh, jam sinqer, duket sikur është large ose extra large, dhe më rrinte pak
pak i madh, por e mora se më pëlqeu dhe ishte vetëm 5,99 €. Pjesën sipër e ka kështu me jeans dhe pjesën poshtë e ka me këtë tylin shumë të bukur, edhe kjo e bën të veçantë, plus edhe pjesa mbas që vjen kurizi pak më i hapur. Më pëlqen shumë ky, në fakt është shumë i bukur, si për xhiro darkave, është yll. Thjesht ta rregulloj pak në Shqipëri edhe perfekt. Kurse të fundit është një badi nga Bershka që është vetëm 3,99 € dhe ka këtë materialin të gomuar. Është extra small, por më bën të më rinte shumë mirë dhe të mblidhte. Dhe ky është një fund si një lop. Është saten dhe është nga Bershka. Ky është goxha XL e madhe, por më rinte mirë, nuk e di, kanë këto prerjet, nuk i kuptoj ndonjëherë. Ja, imagjinoni. Ky është ekstremi X, ekstremi këtu XL. Ky fundi është shumë i bukur, vjen i gjatë dhe ka edhe një të qartë tek pjesa e pasme, por që më pëlqeu shumë, sidomos në për këto koncerte, është fantastik fare ta kombinosh me çizme cowboy. E sigur që do më pëlqej, se Paula ka super shumë shi. Pa qyqe që pa shoh. Se nuk e kam treguar as dota në YouTube. Është ekskluzive. Po. Moj Paula. Është një gjë vogël që do doja ta kishe edhe ti, që ta kishe një gjë kujtim nga mua që ta mbaje gjithmonë. Nuk e di. Ta tregoj? Nuk e di. Ja, me zemra si që thash. Shumë e bukur, ta gëzosh. Nuk e di do me thënë. Nuk e di të Paula, pëlqen. jo, realisht, nuk e di, e dua shumë të njëri. Edhe unë ty. Ua, tek shumë. Nuk e di, i dua. Ta gëzosh. Do të thënë, mban mend edhe ti? Jo, unë nuk ka ditë me sërë. Se kur kemi qenë një ditë tek HM-ja, po shikonim këto çanta dhe tham kjo është shumë e bukur, tham kombinohet në verë me çdo gjë, edhe në pranverë, jo vetëm në plazha apo darkave, po edhe kur del që e vesh me kostumet saten, lino. Shikojni goca. Shumë e bukur, ka Edhe thoni ndërlidhje pastaj me që s'ka gjë. Paula shije. A? Nuk e di. Nuk besoj, ka thënë ndonjë njeri që unë nuk kam shije. Shumë faleminderit, po tek shumë. Edhe 100 për herë të 100. Jam YouTube. Shkretat ne. Hello everyone. Përsëri shopping. Ja. Bëm blerje të Do tjetra reja. ka full. Nuk ngrihet. Mirë se kam edhe një shishe ujë aty. Nuk ky çantë. Do t'rregojmë qa blem? Hajde, Do sy tregoj. zemra? Jo, pik Hajde zemra. Sofi, trego ti e para qa bleve? Tregoj unë. Po, pastaj tregoj unë. Para me krip. Për të shtyr darkën. Po. Kemi bler një fustan. Kemi bler, do me thënë nuk i kemi bler Kemi bashkë. bler bashkë, Po, do me thënë, i vendosëm bashkë për t'i bler. I zgjodhëm. Tani hajde tregoje këtë, po s'di Kjo është shumë i bukur. Kjo është shumë i bukur, është fustan i thjeshtë që vjen i ngushtë, Po. besoj deri në fund. I gjatë, I Pull&Bear. apo i Stradivarius? Jo, Pull&Bear. Po, Pull&Bear. Po që kemi bler të Tiki Max të gjitha. Po. Edhe Çka sa kemi bler kushtoi? Kjo kushtoi 7,99 Super çmim. Atëherë, shpejt, pauzë, sepse nuk kemi memorie në kamerë. Herë e parë që më ndodh, vazhdojmë. Urojmë shumë mos na zhgjenjë telefonin, se dhe telefonin e kam këtu. Do me thënë, këtu e shikoni, po është këtu, që nuk e shkoni, full. E lam tek këto pantallona super të bukura. Kështu ishin këto, kanë edhe tuta poshtë. Po, fund pantallon. Shumë shkurtra, po krishen verë tani. Po, do Këto t'i kanë shohim. bërë 5,99. Nga Pull&Bear dhe këto? Po, Pull&Bear. Super blerje dhe kjo më pëlqen shumë. Super duper. Tani, blerja më... Tani e fundit është akoma Blerja më e më- bukur. Wow. Është pyrë. Kujdes. Ja, thashën që një dëm e kam bërë. Qa, jo, thjesht është hequr ajo. Kjo, ka rënë kjo. S'ka gjë. I blerja tjetër më e bukur ishte kjo çanta.
që Një zemër. peson 100 kg, po është një zemër. Shumë e bukur. Edhe shumë e bukur, shumë nice. Tani se ku do e veshim do na e tregoj Paula Po, kombinon super bukur, do ta gjej unë atë. pikërisht. Po kështu është ideja, është Shumë e bukur. Shumë e bukur, sidomos darkave, shumë e bukur e veçantë, do me thënë diçka ekstra. Fix. T'ju tregoj unë. Kam bler një fustan që është i punuar si me dorë, është kështu, është i gjatë, i ngushtë. Ky është nga një firmë që nuk kam bler ndonjëherë, në fakt nga kjo firmë ishte edhe çanta që kam bler më poshtë që do ua tregoj. Ky ka kushtuar 9,99 €, është një super blerje për tani në verë, në plazh, për çdo gjë. Dhe kam bler mamushit një palshapka të tilla, këto janë shumë të bukura, kombinon shumë me fustane, me çdo gjë këto në verë janë super të bukura. Dhe blerja e fundit është kjo çanta këtu që unë ua tregova pak a shumë, është shumë e bukur, është e vogël. Është një firmë që edhe këtë nuk është se e kam pas ndonjëherë dhe kjo ka kushtuar 12,99, shapkat kanë kushtuar 19,99. Është kështu. Është si një imitim i Chanelit, mund ta gjej edhe te Temu shumë lirë, po thash, po marr këtë, me që ka firmën është e firmës vet, nuk është një imitim, edhe ka dhe cilësi shumë të mirë. Kjo darkave është shumë e bukur, një lip gloss është shumë e vogël sa dora ime. Kombinon bukur këtë. Po, kombinat shumë nice. Këto ishin shpenzimet e pasdites. Po. E shiko, se jam ultur në cep kemi pamje nga Rat House-i, se do na mungoj Rat House-i shumë shpejt. E vërtet. I kthehem prap tek kamera, më ishte mbush full edhe nuk e kam pastruar kur kartmemorien. Edhe shikoj jam ulur këtu, si Gjerman. Jemi ulur këtu, si Gjerman, edhe po rrim këtu. Sonela shkoj të blej një shishe ujë. Jej, nga Augsburgu, ju përshëndes, nëse jetoni këtej afër, ju ftoj të vini në Augsburg, edhe të organizojmë ndonjë ditë që të mblidhemi edhe të shohim Augsburgun. Nuk ka shumë gjëra për të parë, shumë vend turistik nuk është se është, por që gjithsesi ju ftoj edhe të mblidhemi këtu një ditë, të kënaqemi, të kalojmë një ditë gocash, meqense edhe unë do iki edhe nuk do kem më këtë mundësi në dorë. Se me gocat në Shqipëri e sigurt që do mblidhem edhe do organizojmë takime, sepse shumë nga jush keni shumë dëshirë që të takohemi, edhe kështu një më një nuk ju takoj do, se jeni shumë, edhe ndoshta organizojmë ndonjë takim, edhe të takohemi. Jo ndoshta, po, në Tiranë është e sigurt që do ndodh. Po them edhe për gocat e Gjermanisë që jetojnë këtu rreth e vërdall Augsburgut. Kështu, ju përshëndes. Erdhe në shtëpi, do hap edhe vlogjet e gocave edhe të nisim me paketimet. Kam hequr më të mëdhajat. Këtu pas janë të gjithë kartonat që kam bërë. Do të thënë janë 6 kartona. Edhe janë 2 gjëra që me shumë mundësi do t'i sistemoj nesër. Nesër do të shkoj edhe të blej një ngjitës për të mbyll kartonat dhe të shkoj edhe sipër se çfarë ka brenda, që mos të ngatrojmë kur të shkoj në Shqipëri edhe t'i hap një më një. Ora ka shkuar goxha vonë, është 12:30, nuk e kam vënë fare re orën. Bëra një dush trupi, të vesha pijamat e mia, edhe tani do mundem të shtrihem. Edhe të flej jo që tani, me që se kam pushim nesër të shfrytëzoj darkën sot, bëj disa organizime, kontenti, disa postime që dua t'i bëj, flas edhe pak me të dashurin time dhe mbyllet dita perfekt fare. Kështu që tani, natën e mirë nga mua, shifemi nesër.
atje dhe ky është një outfit check shumë i shpejt. Pantallon nga Dori Hoas, këtë badin kanatiere nga Zara, çantën që e mora dje dhe shikoni pak se sa cute që është. Edhe nga këmbët kam veshur sandalet e Zarës të zeza. Kam vendosur edhe këtë headbandin e zi këtu te koka. Flokët siç I kisha dje më janë bërë pak si lesh, por nuk do t'i prek sepse nuk dua të vë nxehtësi. Nuk jam e sigurt nëse duhet të marr ndonjë xhaket, por mora një si opsion këtë këmishën e amitjes. Edhe më pëlqen se si thyen ngjyrat, nuk është se nuk më pëlqen, por që okej, do e marr njërë, nëse do kem ftohtë do ta mbaj, nëse nuk do kem ftohtë do ta heq edhe do ri kështu, se për momentin po kem shumë vap. Do thoni ju tani, ç'a ke marrë te kjo çanta këtu, ç'a të kanë zënë? E di sa shumë gjë që kanë zënë. Shkoni pak këtu t'rregoj tani, se sa shumë do të thënë kam marrë çdo gjë që më duhet, e kam marrë me vete. Që mos ju gënjej. Shikoni. Një farsolet, një lip gloss, një disinfektant për duart, çelsat, ufjet, orbit e lek. E kjo çanta është lezeti I gjithë veshjes. Ja, jemi këtu. Njerëz, t'ju them diçka. Di që po bëja pakot gati, se nga që ju kam lënë aty mbi pako ju kam lënë te kamera, edhe kisha një ndjesi shumë të çuditshme. Njëkohësisht ndihesha si keq, po thellë brenda zemrës time ndihem shumë e lumtur. Edhe më vjen shumë keq, po mundohem shumë që të marr shumë gjëra nga këtu, që t'i kem disa kujtime me vete. Sado që vitet e Gjermanisë kush më ka ndjek nga fillimi dhe kush është akoma më afër meje, e di që kanë qenë shumë të vështira për mua, por riktheja kohën do ta bëja përsëri të njëjtën gjë, se kam mësuar shumë nga kjo eksperiencë. Domethënë Gjermania më ka bërë Paulën vërtet të rritur. Gjëra që po të isha në Shqipëri nuk do t'i mësoja dhe nuk do rrija ndonjëherë t'i kuptoja, të paktën deri në këtë moshë. Jam shumë e lumtur për Paulën që jam sot. Dhe jam shumë e fortë dhe jam shumë krenare për veten. Sinqerisht e them këtë, nuk para e them këtë gjë, por realisht për veten time, të paktën edhe për këtë vendim që kam marrë, ndihem vërtet shumë krenare dhe fort brenda meje. Sepse e di shumë mirë se sa e vështirë është dhe sa shumë njerëz I mendojnë këto gjëra për t'u kthyer, por nuk kanë guximin, forcën dhe kanë një frikë shumë të madhe brenda tyre që ta marrin si vendim. Kush e ka provuar emigrimin, të paktën po flas më shumë për Gjermaninë, më beson shumë në fjalët që them. Kush nuk e ka provuar asnjëherë nuk ka për të më besuar kurrë, por sido që të jetë në vend të huaj edhe si vendi jo, si shtëpia jote nuk të bëhet asgjë në këtë botë. Të mirat dhe të këqijat e veta. Çka tjetër që doja dhe ta thoja, se un jam shumë që mendoj, po thjesht nuk dua që ky vlog të jetë vetëm mendimet e mia dhe nuk dua t'ju mërzis apo t'ju bëj të mendoni pak ndryshe në kuptimin negativ. Shqipëria nuk bëhet, Shqipëria ka 1001 të këqija, aty nuk mund të krijosh familje, aty nuk mund të zhvillohesh edhe gjëra të tilla. Dhe vetëm një fjali që unë them dhe do e them gjithë kohës është që unë çdo njeri të zemrës time e kam në Shqipëri. Domethënë përveç vllajt që e kam këtu në Gjermani, çdo njeri tjetër e kam atje. Dhe nuk mbase ngjan tingëllon shumë keq, po nëse Shqipëria është kaq keq edhe unë gjithë njerëzit e familjes dhe të zemrës time I kam atje, edhe nëse ata u ndodh diçka mos o zot, domethënë nëse u ndodh diçka e keqe, më mirë le të na ndodh të gjithëve, duket pak shu, po më fal që po ua them apo po e them kaq hapur, më mirë të na ndodh diçka të gjithëve si sa diçka të ndodh atyre edhe ne të jetojmë në këtë jetën e lumtur në thonjza këtu në Gjermani, sepse të rrallë janë ata njerëz që jetojnë këtu edhe janë të lumtur në të gjitha anët. Po, njoh shumë persona që janë shumë të lumtur sepse kanë familjarët e tyre këtu, edhe normalisht jeta dhe çdo gjë tjetër bëhet aty ku ke familjen, ku ke njerëzit e zemrës. Me njerëzit e zemrës dhe në fund të botës së shkosh edhe bëhet jeta shumë e lumtur. Kështu që po, tani dalim, do blej ngjitsin sepse duhet të mbyll paketimet edhe të shkruaj dhe sipër se çfarë kam brenda, librat, gjëra për kuzhinën, make-upet, atletet, do me thënë t'i ndaj si pas kartonave. Jej, hajteni me mua edhe të kalojmë ditën tonë së bashku. Erdha këtu te Turku se do blija 2 Golden Eagle. Tani më falni pak, a nuk është ky futbollisti jo shqiptar Xhaka? Shikoni pak, te pjesa para lexon Xhaka. Kështu ai është. Marrim edhe ngjitsin tek Rossmann. 4 euro.
kisha shpresa fare që kjo sallata do bëj, kurse sot është gati që unë të marr edhe të ha dhe të bëj sallatë. Ti tregoj pak di këtë të tjerat. Këtë nuk e mbaj mend se ç'a ishte, të them të drejtën, po më duket se ishte një lule shumë ngjyrshe, një sallatë tjetër. Shikoni pak këtë karafilin që dikur ky karafili ishte gati të vdiste, ose kishte vdekur dhe s'kishte më shpresa. Kurse sot ka çelur. Këtu kemi prap një lule tjetër dhe kjo këtu që është goxha e madhe dhe në fakt nuk duhet ta lë aty. Kjo këtu është lulja e diellit. Edhe avash edhe kjo do çel edhe do bëhet e bukur. Na vinë edhe lulet e komshiut këtu edhe shikoni pak se sa të bukura janë dhe këta trëndafilat. Edhe kështu erdhëm në këtë pikë që duhet ta mbyllim edhe këtë vlog. Faleminderit shumë që më ndoqët. Mos harroni të klikoni subscribe, një koment edhe një like dhe follow në Instagram dhe ne do shihemi në videon e radhës. Paçim!